Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në Money Report, unë jam Genta Dobra, së bashku do t'jemi në minutat në vijim për të njohur edhe me lajmet më të rëndësishme deri më tani, fillimisht do ndalemi te zhvillimet për tej ekonomisë. Një avion i linjës India Airlines është rëzuar në Indi pak pas nisjes në fluturim drejt Londrës. Në bordin e avionit kishte 244 pasagjerë dhe ekuipazh, ndërsa dyshohet se të gjithë kanë humbur jetën. Bilanci i tragjedisë mund të jetë edhe më i rëndë, pasi avioni u rrëzuar në një zonë të banuar, janë ende të paqarta arsyet e rrëzimit të avionit. Gjyqi për Sali Berishën dhe të pandehurit e tjerë të dosjes Partizani do të nisë në 30 qershor. Ish kryeministri është marrë nga SPAK i pandehur për korrupsion, pasi akuzohet se ka favorizuar dhëndrin e tij në privatizimin e ish kompleksit Partizani. Disa ditë më parë u hodh shorti për treshen gjykuese që do të drejtohet nga Elsa Ulliri. Kolegji zgjedhor pushon çështjen e pretendimeve të kandidatëve Ilir Ali Mehmeti dhe Aulon Kalaja për rinumërim të votave të tyre në zgjedhjet e 11 majit. Kolegji argumentoi se kandidatët nuk legjitimitohen si palë, duke krijuar kështu precedent për ankimime të njëjta edhe nga kandidatë të tjerë të Berishës, por votat për Ali Mehmetin dhe Kalan do të rishihen gjithsesi gjatë numërimit të votave në Tiranë dhe Durrës, të vendosur pas kërkesës së dy anëtarëve të KAS. Mirë, do të shohim tani me gjërësi zhvillimet nga ekonomia. Doganat janë një shtyllë kyçe drejt Unionit Doganor dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku tha se fokusi vendoset tek masat konkrete për të lehtësuar tregtim për bizneset, procedurat apo për t'i thjeshtuar më tej përmes proceseve digjitale. Balluku tha se mbyllja e negociatave brenda vitit 2027 është një objektiv ambicioz i qeverisë shqiptare. Synimi për mbylljen e negociatave brenda vitit 2027 është një qëllim ambicioz. Kështu deklaroi zëvendës kryeministri Belinda Balluku në konferencën e drejtorëve të doganave të Ballkanit Perëndimor, duke i cilësuar doganat shqiptare si një shtyllë kyçe drejt Unionit Doganor dhe integrimit evropian. Ajo ndal të hapat konkret për lehtësimin e bizneseve dhe tregtisë mes vendeve. Objektivat strategjike politike të Komitetit Politik Evropian të mbajtur në Tiranë në 16 maj pasohen në këtë takim të nivelit të lartë mes drejtuesve teknik të autoriteteve doganore të rajonit dhe të Bashkimit Evropian për të vendosur kolonat e Bashkimit Doganor me fokus tek siguria, lehtësimi i tregtisë së lishme dhe integrimi ekonomik drejt tregut të përbashkët evropian. Bashkimi Evropian është më afër se kurrë dhe është fat të jesh në kohën e dur dhe në vendin e dur të këtij rrugtimi të doganave shqiptare drejt Unionit Doganor Evropian. Ndërsa u ndal tek politikat e zgjerimit Bashkimit Evropian, zëvendës kryeministria Balluku tha se antarësimi në Union u krijon mundësinë vendeve të nxjerrin në pa vlerat dhe potencialin e tyre. Të jemi më afër se kurrë këtij kalimi të portës së mbyllur dikur, por që tashmë është gjysmë e hapur dhe besojmë shumë në të gjithë angazhimin që administrata shqiptare ka për të plotësuar kushtet e këtij antarësimi, por edhe në vullnetin politik të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian për të na mirëpritur në atë tryezë të shumë nderuar për të gjithë shqiptarët. Shqipëria është gati për hapjen e negociatave për grup kapitullin e 4, që përfshin një sër fushash të rëndësishme, si transporti, energjia, bujqësia dhe mbrojtja e mjedisit. Do ndalemi për diskutuar më shumë në lidhje me këtë çështje, ndoqëm edhe nga materiali pak çaste më parë, tashmë Shqipëria duket se është gati për të hapur edhe grup kapitullin e 4 të negociatave, ku përfshihen një sër fushash të rëndësishme, përfshirë këtu energjinë, infrastrukturën, bujqësinë apo edhe sektor të tjerë, por doganat padyshim do të kenë një impakt të rëndësishëm, është bërë punë
për lehtësimin e barierave tregtare për bizneset midis vendeve të rajonit, po tashmë synohet të shkohet edhe më tej drejt tregut të Bashkimit Evropian. Sa punë është bërë deri më tani, sa masa më tej duhen të merren për të parafruar, po themi, edhe direktivat, por edhe masa konkrete për lehtësimin e bizneseve, sa gati janë bizneset shqiptare për të deportuar në tregun e Bashkimit Evropian. Kam kënaqësinë që të diskutoj të gjitha këto çështje me zonjën Teuta Nuna, eksperte për ekonominë. Mirë se erdhët në Money Report. Përshëndetje Rita. Sa të rëndësishme janë doganat, zonja Nunaj, në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Çfarë peshe mbajnë? Ato realisht janë shumë të rëndësishme, se janë pika ose nyja kyçe për një tregti ndërkombëtare ose tregti rajonale, nëse neve flasim Ballkanit Perëndimor dhe tregti mes këtyre shteteve. Sa më të kufizuara dhe sa më të pakta të jenë tarifa doganore, qoftë ato tarifore, aq më shumë lehtësi ofrohet për shtetet për të mundësuar një tregti edhe më të lartë mes tyre. Kjo do thotë në këtë rast një unifikim më i madh i tregjeve. Tregjet flasim 6 tregjet e vendeve të Ballkanit Perëndimor duke unifikuar në një treg unik, japin edhe më shumë ekonomisë së secilit prej vendeve, por nga ana tjetër i japin mundësi këtij tregu rajonal në këtë rast që të përfitej më tepër investimeve të huaja, shihet si një treg i kufizuar lokal, por shihet si një treg rajonal më i madh dhe përpastoj dhe interesi i kompanive për të investuar është më i madh në tregje të mëdha dhe të qëndrueshme sesa në tregje të vogla dhe të kufizuara. Qeveritë e vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor sigurisht kanë marrë masa të vazhdueshme për të lehtësuar tregtinë midis tyre, për të krijuar një treg të përbashkët, po themi. Është arritur kjo gjë deri më tani? Sa ka ndihmuar këto masa lehtësuese dhe çfarë duhet bërë më tepër? Aktualisht, me antarësimin në CEFTA të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, pra vendet të cilat nuk janë pjesë e Ballkanit Perëndimor, përfshirë në këtë rast edhe Moldavin, është rritur volumi i tregtisë mes vendeve, gjithmonë për vendet të cilat e respektojnë, dhe flas gjithmonë për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Prezenca e këtyre marrëveshjeve të përbashkëta, realizimi ose zhvillimi edhe më tepër i procesit të integrimin ekonomik të këtyre vendeve i ka mundësuar këto vende që të kenë ose të zhvillojnë lehtësira duke rritur volumin tregtar mes tyre dhe nga kjo ka sjellë një nxitje të bizneseve për të zhvilluar aktivitetin e tyre përtej tregut nacional dhe për dalë pikërisht në tregun rajonal. Të qenurit brenda ajo që quhet bashkimi doganor, do thotë në këtë rast se vendet mes tyre nuk kanë një taksë doganore dhe duke mos patur një taksë doganore, së pari në aspektin financiar, ekonomik, sepse kemi më pak ngarkesë mbi koston e produktit. Pra nëse kosto e një produkti për shembull do themi 10 euro, kësaj nuk i shtohet një taksë doganore dhe sërish qëndron 10 euro dhe kur ky produkt eksportohet në një vend tjetër, ajo çka shtohet është vetëm në kostoja transpozimit të tjera logjistike, por flasim për taksën. Mungesa e kësaj takse do thotë që ky produkt është më i lirë për tregun e ri ku do shkojë. Ka një çmim shumë të ngjashëm me tregun e origjinës nga është realizuar produkti. Kjo i mundson në këtë rast që kompania të gjejë një treg tjetër, një treg të ri dhe do thotë një zgjerim i veprimit të kësaj kompanie drejt tregjeve të reja, por nga ana tjetër kjo në këtë rast, kur kemi një rritje të importeve të këtyre produkteve, nga ana tjetër ushtron një peshë edhe mbi kompanitë vendase, pra është shumë mirë kur na vjen një produkt nga importi me cilësi më të lartë, me kosto më të ulët, sepse kjo blihet më lirë nga ana e qytetarëve, por nga ana tjetër kjo ushtron një presion ndaj kompanive vendase, të cilat duhet prisen ato, cilësinë e tyre, duhet përballojnë pjesën e kohë, mund të sjellë një kufizim në aktivitetin e tyre si pasojë një konkurrence nga një kompani që vjen nga jashtë dhe lehtësia doganore e produktit të jetë shumë konkurrues në treg. Ndaj në këtë rast gjithmonë neve kemi analizuar në studion tuaj që në ekonomi faktorët kanë gjithmonë dy efekte, pra ose përmirësojnë efektin në një anë dhe zvoglojnë ose sjellin një dëm nga ana tjetër. Pasi mund të rrisin importet, kjo do thotë se kufizohet venda, sepse tregu në vetvete një produkt, pra ose një kërkesë ka,
ose do blej ato domaten nga Maqedonia ose një vend tjetër, ose ta blej nga produkti i vendas, pra nuk është se do blej dy. Në një blerje, ai një do marrë. Çështja është ky produkti që do blej. Do jetë më cilësor, dhe kjo në këtë rast e sjell vështirësinë e vendit pritës ndaj një produkti të importit. Ndaj në këtë rast gjithmonë ka dy. Dhe përgjithsisht në këto bashkime doganore, ato që fitojnë më tepër në ekonomitë më të zhvilluara. Sepse ato në këtë rast janë një treg të ri dhe përpasoj shojnë produkte më tepër konkurruese në këto tregje. Rrugtimi drejt Bashkimit Evropian, sa konkurruese i bën bizneset shqiptare? Udhtimi ose ky udhtim drejt Bashkimit Evropian realisht unë gjykoj sepse ka vite që ka nisur, që neve kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit, pra MSA-n, marrëveshja e stabilizimit asociimit, e cila në këtë rast ishte marrëveshje e parë që i hapi tregun evropian ndaj produktare. Dhe ndër vite gjithmonë edhe më tepër është parë që eksporti ndaj vendet Bashkimit Evropian ka qenë më i madh, dhe neve volumin tregtar që në kuptohet eksport plus import të produkteve dhe shërbime e kemi më të madh pikërisht me këtë treg. Dhe që nga ky moment në këtë rast, kompanitë shqiptare gjithmonë edhe më tepër e kanë synuar të janë dhe janë përpjekur të rrisin standardin e tyre për të respektuar ato kërkesë dhe standard që kërkon tregu i Bashkimit Evropian. Kjo është një lloj paraprgatitje do të quaj, dhe një pjesë e madhe e kompanive shqiptare të cilat veprojnë në këto tregje janë ato që unë kam klasifikuar si kompani që e kanë kaluar tashmë këtë stad, pasi ato realizojnë produkte dhe shërbime në këto nivele. Kompanitë e tjera të cilat janë më të kufizuara me aktivitetin e tyre në Shqipëri kanë realisht një punë shumë të madhe. Vetëm në këtë rast me realizimin e produkti e shërbimi cilësor sipas standardeve, por duke filluar shumë nga kultura e tyre organizative, në mënyra nga qasja se si ato tregut, nga qasja se si drejtohen punojësit ose burimit njerëzor, nga qasja se si ato i drejtohen edhe burimit financiar, se në shumë raste neve në Shqipëri një lloj mentaliteti të kufizuar, që nëse pronari shqiptar është 100% pronari i kompanisë dhe kur ai e ka kufizuar burimin financiar, ai nuk bëj një bashkëpronar në këtë rast në mënyrë që të shtojë një burim financiar ose një burim teknologjik, ngele sërish i kufizuar. Ndërkohë do ishte shumë më mirë sikur kompania ta shton burimin qoftë financiar, qoftë teknologjik ose në një formë tjetër si burim, pra ta diversifikonte në mënyrë që të zhvillohej dhe rritej më përpara. Dhe kjo është ajo qasja e ndryshme. Në këtë rast i bën bizneset shqiptare që të jenë pra një pjesë të jenë përgatitura, të jenë të gatshme për këtë treg evropian, por një pjesë në këtë duhet të bëjnë shumë punë për të nivele që kërkon tregu evropian për sa i përket realizimit të produktit dhe shërbimit. Nëse këto nuk do jenë gati, realisht po duke marrë në konsideratë rastin se negociatat për grup kapitujt të mund të mbyllen në vitin 2027, mund të themi që bizneset kanë mjaftueshëm kohë për të bërë gati për tregun evropian? Po, biznesit unë gjykoj që kanë pasur dhe kanë mjaftuar shumë kohë, sepse kur flasim për pjesën e integrimit sot në 2025 dhe themi të bëjmë gati në 2027 dhe themi kemi shumë pak kohë. Janë disa gjëra të cilat nuk bëhen me çështjen e kohës. Kjo bëhet me pjesën e mënyrës se si e konceptorit biznes. Dhe ndaj në këtë rast unë gjykoj që bizneset shqiptare e kanë pasur dhe kanë të gjithë kohën e duhur që të jenë biznese bashkëore në këtë rrugtim drejt integrimit evropian dhe jo në këtë rast të jenë ato që të ngelen mbrapa. Pasi në analizën time nuk mund të ketë një integrim politik nëse integrim ekonomik. Pra neve nuk duhet synojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian në thonjza për ato avantazhet të pasaportës europiane ose diçka, sepse kjo do thotë që ne jemi gjithmonë të varur nga ekonomitë dhe nga vendet e tjera. Ne duhet shkojmë në Bashkimin Evropian pasi të jemi integruar fort ekonomikisht, pra një shtet i fort na bën edhe një shtet politikisht të fort. Një sfidë e madhe, po çfarë përfitimesh mund të ketë konkretisht edhe për bizneset kjo? Gjë e parë në këtë rast që bizneset kanë është pjesa e tregjeve. Sot në këtë rast do themi lufta më e madhe që po bëhet kudo në botë është për tregje. E dyta është për lëndët para, pra kur flasim për tregje nënt kuptohet të shesësh produktin ose shërbimin përtej tregut tënd nacional. Dhe kjo në këtë rast cila është avantazhi që ti gjej treg
janë dy kosto që neve në ekonomi analizojmë, ai që quhet kosto fikse dhe kosto në këtë rast ndryshueshme ose vazhdueshme. Dhe te kosto fikse, ty të ngelet e njëjtë, kur ndërkohë ti rrit volumin dhe zbatohet ajo që njohet ekonominë shkallë, do thotë ti ngelesh me një kosto më të vogël sa herë ose sa shumë fish rritet tokë. Sepse në këtë rast kostoja fikse ngelet ose shpërndahet në më shumë njësi malli. Pra kur neve rrisim volumin, neve automatikisht kemi zvogëluar kostin dhe përpasoj fitojmë më tepër të ardhura dhe më tej fitimi neto është më i madh, sepse ne në këtë rast jemi ziruar, jemi rritur. Kjo është elementi i parë në këtë rast që fitojmë. E dyta në këtë rast, çfarë mund të fitojë pjesa e biznesit? Përtej faktit që fiton një tregtëri, këto kompani përmes të tregtërisë krijojnë mundësi në këtë rast që të përthithin një teknologji të re. Pra atë që ato nuk e kanë, mund të marrin nga bashkëpunime mes kompanive. Mund të zjerohen si kompani duke ushtruar aktivitetin edhe në vende tjera, qoftë përmes një investimi direkt në një vend tjetër, qoftë përmes realizimit të bashkimit joint venture që njihet në gjuhën e ekonomisë, pra krijimi i organizatave ose biznese të përbashkëta me një biznes vendas, dhe kjo gjithmonë e rrit edhe më tepër biznesin, rrit cilësinë e tij dhe nga ana tjetër të razgjith thelbit për biznesin në fund ajo që është fitimi. Pra të rritesh, të zmadhohesh dhe të rritesh fitimin. Dhe duke u rritur ti në këtë rast, forcohesh si biznes dhe përpasoj forcë ekonomia, sepse rrit atë që quhet volumi i eksportit dhe forcohet ekonomia kombëtare ose nacionale. Dhe sigurisht është në përfitim të bizneseve. Do të kemi mundësi që edhe në vijim të ndjekim këtë çështje. Zonja Nuna, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Sërish faleminderit dhe një ditë të mbarë në vijim. Faleminderit dhe për ju. Ecim ndërkohë me të tjera zhvillime, dollari amerikan ka zbritur në minimumin historik. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, moneda e gjelbër po këmbet sot për 84.8 lek, vlera më e ulët të shënuar në tregun e këmbimit valutor. Që prej fillimit të këtij viti, dollari ka njohur rënje të vazhdueshme, duke u nënçmuar me 10.1 pikë në raport me lekun. Moneda amerikane është vlerësuar prej kohësh edhe në tregjet globale, veçanërisht pas politikave tregtare agresive të ndërmarra nga presidenti amerikan Donald Trump. Investitorët e huaj po humbasin besimin te moneda e gjelbër, duke bërë që pozitat e saj të dobësohen në raport me euron apo moneda të tjera të huaja. Luhatjet në tregun ndërkombëtar duket se tashmë janë reflektuar plotësisht edhe në tregun e këmbimit valutor vendas. Punishtet e artizanatit në Gjirokastër po tërheqin gjithnjë e më tepër të huaj që vizitojnë qytetin. Ata kërkojnë të njihen me trashëgiminë kulturore dhe mënyrën e punimit të qëndismave shqiptare. Për guida turistike, kjo është një mënyrë e mirë për të promovuar qytetin, por njëkohësisht për të nxitur edhe bizneset lokale. Qëndismat shqiptare po tërheqin gjithnjë e më tepër të huajt. Ky grup vizitorësh nga Izraeli është ndalur në këtë punishte në zonën muzeale në Gjirokastër. Vendese të huaj shkëmbejnë përvojat e tyre profesionale. Hi everybody, I'm Mihal. Unë jam Mihal nga Izraeli, punoj si artizane në të gjitha profilet e këtij zanati. Prej disa vitesh kryejm ture të ndryshme ku pjesë është edhe Shqipëria, po ku ka më mirë se në Gjirokastër, mund të njihemi apo të na tregojnë teknikat e qëndisjes. E për më tepër ato me fije ari, pjesë e rëndësishme dhe mjaft e bukur, edhe kostumeve tradicionale të zonave të ndryshme. Unë quhem Kelly dhe jam nga Izraeli. Kemi ardhur me një grup miq për të vizituar Shqipërinë dhe për të njohur më shumë rreth traditave. Në interesin tonë është edhe qëndistaria. Po mësojmë nga artizanët vendas dhe është një eksperiencë mrekullueshme, për më tepër kur jemi në një vend miqësor dhe me njerëz tepër të dashur. Artizania gjirokastrite Burbuqe Muka, që punon në qendër të zonës historike, tregon se turistët e huaj kanë interes për të mësuar mbi traditën. Kemi gati 2 vite që bashkëpunojmë me grupe të ndryshme artizanësh. Ato e kanë një lloj informacioni atje ku janë në vendin e tyre për qëndisjen, për traditat e tyre dhe preferojnë të njihen dhe të studiojnë edhe qëndisjen dhe traditën shqiptare kur vinë vizitorë në Shqipëri. Këto vizita në punishtet e artizanatit për guida turistike janë një mënyrë për të promovuar trashëgiminë kulturore, njëkohësisht nxisin zhvillimin e biznesit lokal. Në zonën muzeale në Gjirokastër,
ushtrojnë profesionin e tyre 10 artizan në profile të ndryshme, që çdo vit zgjojnë interesin e turistëve të huaj që vizitojnë qytetin e Gurt. Turistët në Vlorë do të kenë mundësi të vizitojnë muzet e qytetit edhe gjatë fundjavës. Muzeu historik dhe ai etnografik do të qëndrojnë hapur edhe gjatë orëve të pasdites. Në Vlorë, numri i vizitorëve në muze muajin e fundit sipas përgjegjësit të tyre është rritur me rreth 15%. Në Vlorë të huajt nuk shkojnë vetëm për plazh. Vizitorët në muzet e qytetit muajin e fundit janë shtuar me rreth 15%. Të parët, sipas përgjegjësit të muzeve në Bashkinë e Vlorës, renditen turistët nga Italia. Vizitorët janë të ndryshëm, janë të shumtë, janë nga shtetet të ndryshme dhe kontinentet të ndryshme të botës, por më të interesuar kryesisht janë italianët. Italianët gjejnë ndërthurjen e kulturave tona, shikojnë ato element të cilët janë formuar në Shqipëri mbas ndarjes së Romës, Bizanti dhe Romani. Interesi i veçantë është kryesisht për muzeun etnografik, për parë traditën dhe ato elementë të traditës sonë të mënyrës së jetuarit, por dhe etnogenezën tonë, siç janë elemente arkeologjisë apo statuja të ndryshme, elemente të stelave të varit apo të dorëshkrimeve të ndryshme të periudhave kohore që nga mesjeta apo antikiteti deri në ditët e sotme. Turistët mund të vizitojnë muzet në Vlorë gjatë të gjithë javës. Muzeu historik dhe ai etnografik do të qëndrojnë hapur dhe gjatë orëve të pasdites. Hapjen e sezonit turistik ne ndryshojmë edhe fashën orare. Muzet vizitojnë gati çdo ditë të javës, madje edhe të hënën nuk e kemi lënë pushim. Kemi bërë një grafik për të qenë hapur muzeu edhe ditën e hënë deri në orën 13 të mesditës, ne kemi ditë pushimi dhe është shtuar fasha e mbasdites nga ora 17 deri në orën 19 dhe nëse ka vizitorë edhe mbas orës 19. Gjithashtu ne kemi vendosur numrat e tanë të telefonave, të cilat edhe jashtë këtyre fashave orare ne presim apo hapim muzet për të pritur vizitorë të ndryshëm që kanë interes për të vizituar muzeumet e qytetit të Vlorës. Ndryshimi i orareve ka ardhur për t'i dhënë më tepër mundësi vizitorëve. Numri atyre që duan të njihen me historinë dhe trashëgiminë e qytetit gjatë sezonit veror rritet. Kemi mbërritur në fund të Mani Reporta dhe për sot të tjera lajme nga vendi, rajoni dhe bota, i ndiqni duke klikuar poshtë në faqen zyrtare abcnews.al, si dhe në valët e radios në frekuencë 105 FM. Bashkë do ndajemi këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kaseme.